Mirëmbrëma dhe përshëndetje zonja dhe zotrinj. Mirë se ju gjim, në shpituaj natyrisht, ju jeni përqendruar në këto momente tek ekrani i RTS Korçës për të ndjekur emisionin Sport. Një emision i përjavshëm që nuk prish as pak traditën çdo të anë në orën 20:30. Pavarësisht se shumë prej kampionateve tashmë kanë përfunduar, por si të thuash në një farmase, ajo çka tërheq të gjithë sportazhet është fakti se si do të jetë Skënderbeu i sezonit të ardhshëm. Gjithçka do të fillojë nga timonieri i këtij ekipi. Ne kemi thënë dhe tashmë dihet që zyrtarisht Juliana Mataj ka marrë drejtimin e ekipit të Skënderbeut. Pra, presidenti Ardian Taka dhe drejtori teknik Ardi Gjançi, gjatë një bisede të gjatë që kanë pasur ndërmjet tyre, madje duhet thënë se ka qenë një bisedë disa javore që kanë zhvilluar dhe më së fundi është vendosur që ky do të jetë trajneri. Pak detaje dihem për sa i përket të faktit të futbollistëve, por një gjë dihet me siguri. Pari që ka hedhur firmën është pikërisht portieri Marko Alia dhe drejtuesit e klubit korçar thonë që të paktën në këto momente të gjithë futbollistët që janë në kontratë do të qëndrojnë. Ka nga ata që janë edhe në dyshim, por që kanë shprehur gatishmërinë për të qenë me Skënderbeu në Superlig. A do të jenë apo jo? Kjo është për të parë. Por unë do thosha që sot gjithçka do ta mësojmë në këtë studio, atë ku diskutojmë më gjerësisht për këtë problem. Do të diskutojmë shumë edhe për ekipin e Pogradecit, si në futboll, ashtu edhe në volejboll, por jashtë vëmendjes tonë nuk do të ngelen edhe veprimtaritë të cilat janë zhvilluar në qytetin e Korçës. Në mënyrë të veçantë, do thosha lojrat olimpike që ka tërhequr një vëmendje të jashtëzakonshme dhe unë gjej rastin në hyrje të këtij emisioni të falenderoj presidenten e Komitetit Olimpik Shqiptar për rajonin e Korçës, Paulina Evro, që së bashku me mësuesit e edukimit fizik dhe drejtorinë arsimore zhvilluan një aktivitet të jashtëzakonshëm. Por kemi edhe titull kampion. Ne kemi thënë në emisionin e kaluar që vajzat e shkollës Raj Qerenxhi kanë dalë kampione. Do t'i kemi sot në studio ku do të njiheni me to, por edhe një ekip tjetër i basketbollit të femrave do të jetë në finale e madhe. Janë pikërisht nxënësit e shkollës 9-vjeçare. Këto dhe të tjera. Qëndroni me ne në emisionin ton Sport këtu në RTS Korça për t'i mësuar. U zgjata pak, por që gjithsesi më lejoni miq të prezantoj dhe të ftuarit. Ata janë figurat njohura, por që gjithsesi për etikën e emisionit unë do t'i prezantoj. Po e filloj me profesor Dimitraj Xhambazi. Profesor, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Duke sikur na mungove pak, por fund sezoni kështu. Fund sezoni dhe sezoni jo i mirë, mbyllja jo e mirë. Jo e mirë. Të kalësh shi të keqe si duket. Po, patjetër. Por pavarësisht atij fakti tjetër që leshi i të mirë është që jemi në Superligë, se do flisim ndryshe nëse do të kishim qëndruar tek kategoria e parë. Çdo ndeshje ka vlerat e veta, çdo ekip ka vlerat e tij, por çdo sezon në këtë rast kishim edhe gëzim, kishim edhe idhërim. Nuk qenë të dyja bashkë, duhet që të ishim në vend parë dhe të kishim marrë titullin. Ishte një titull, do thosha, të paktën moral? Titull, sa ere kujtojmë, domethënë, dhe nuk themi Skënderbeu, po themi Laçi. Kjo është e keqja, domethënë, sepse mbetet shija dhe gjithmonë e ke në mendje gjendjen e ekipit dhe në këto raste domethënë krijohet një farë stresi dhe nga njerë është zor të kalohet, kështu që duhet shumë punë, shumë djersë, shumë mund për të arritur edhe titull kampion. Bredo Salim, mirëmbrëma. Do vinë kohë dhe nuk do thuash Skënderbeu kampion në atë vit, por do thuash në kampion si shta profesori. Ato janë pjesë e historisë, ajo nuk ndryshon me tashmë historia me Laçin, mbetet Skënderbeu në vend të dytë në kategorinë e parë që u mbyll. Megjithatë shpresojmë që të vit dita që të themi Skënderbeu kampion siç ishte dikur. Nuk e di sa vite do duhen, se tifozët mezi e presin, por që të shpresojmë të vit dita të themi atë titullin kampion prej vërteti, se ky kategorisë parë, me gjithë respektin profesor, prap titull kategorie të parë është, i vërteti është ai Superligës. Petrek Evangjeli, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Duket sikur më tepër se çdo gjë, profesori ceku pak, por duket sikur ne kemi harruar dhe jemi përqendruar shumë tek ajo se çfarë do ndodh me këtë Skënderbeu. Ne tham në emisionin e kaluar që hapi parë është tek trajneri, për të parë se sa lart do të kemi stekën. Sa lart i vure metri? Pikërisht, ajo u harrua tashmë titulli kampion i kategorisë së parë që ne nuk e morëm, ishte një pasqyrë, kemi thënë, komplet sezonit që kaloi. Sa i takon pjesë trajnerit, unë javën e kaluar që të dy bashkë qëndruam tek skenari pozitiv për pjesën e faktit që nëse do të vinte Daja, atëherë do bëheshe fjalë për një Skënderbeu i cili do të synonte jo vetëm vendet e para, por pse jo dhe titullin kampion, sepse një trajner si Daja e dim normalisht që fakti që nuk arrit do të në marrëveshje për shumë arsye të tjera dhe ne morëm një trajner, Brendoni e thot shpesh që pse nuk shikojmë, Daja ishte kategoria e parë e trajnerëve. Pse nuk shikojmë një kategori e dytë, po shkojmë direkt te kategoria e tretë, gjithsesi unë nuk dua ta paragjykoj trajnerin e ri të Skënderbeut, përkundrazi
i uroj punën më të mirë dhe shpresoj që të ketë në tavolinë ose të ketë në fushën e blertë lojtarët e dur në mënyrë që një paraqitje të jetë sa më dinjitoze. Ildi Merolli, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Ne folëm Ildit dhe thamë që pikërisht Juliana Amata është trajneri i ekipit Skënderbeut. Ti si ai shefi i statistikave të mëdha mund të më bësh një rezume të ti ose një kurikulum të vogël shpejt pak? Po, për sa i përket Ahmatet është një trajneri i profilit nën mesatar mund ta themi për momentin pasi ende nuk e ka bërë atë merkato sa kushton. Në merkato akoma pasi edhe Palek mo Romi. Edhe po u bën gati disa sezone që nuk është pjesë e elitës futbollit shqiptar, po një fakt interesant është se në gjatë kohës që ka drejtuar Skënderbeun nuk pati një ecuri të mirë, arriti të regjistronte vetëm 4 fitore në 19 ndeshje në total dhe kjo e zbet disi atë pjesën e optimizmi dhe le të kuptosh që do ketë një ekip jo me ambicie madhore. Por një tjetër fakt interesant i cili mund ta ndajmë duke qenë se jemi te Amata, në vitin 2018 kur arriti të siguronte mbijetesën me Kamzën është shkarkuar për një arsye tepër qesharake mund ta themi pasi erdhi të festonte titullin kampion me Skënderbeu dhe kjo gjë nuk u prit mirë nga drejtuesit e Kamzës, të cilët pavarësisht se arritën një objektiv madhor për sa i përket mbijetesës, dolën menjëherë me një deklarat për shkarkimin e Ahmatit. Kjo pasi kishte një precedent, ne të gjithë e kujtojmë atë fitore të Vllaznis 1-5 në Korçë dhe kjo i rrezikoi ndjeshëm pozitat e Kamzës për të rënë nga kategoria dhe kësaj drejtuesi dolën në një vendim që pse trajneri erdhi të festonte titullin kampion në Korçë. Po ndërkohë kemi Amatajn edhe tek ekipet kombëtare. Po, për sa i përket ekipeve kombëtare, së fundmi ka qenë pjesë kombëtares U19 dhe deri diku ka bërë një punë pozitive mund të themi, por rezultatet natyrisht në kombëtaret e mosha në vitet e fundit kanë lënë disi për të dëshiruar dhe të gjithë jemi kurioz që në çfarë niveli do të arrijë që trajneri ta rinisë edhe një herë këtë aventurën në elitën e futbollit shqiptar. Profesor, kam dy pyetje për ju dhe pyetja e parë do të ishte, duhet të besojmë këtyre trajnerëve të rinj? Apo nuk është momenti për të eksperimentuar? Jo, nuk e kam atje se sa trajnerët që janë sot për sot në Shqipëri dhe që drejtojnë ekipet, edhe ekipet e mira dhe ekipet e dobta, mendoj që dalin emra përpara Ahmatajt. Mendoj më themi Sheu, për shemb, themi Miri Ljosa, Ivan Gëzdenović. Pastaj themi ky grupi tjetër. Vjen Kërnaja, vjen Ahmataj, janë trajnerë që nuk kanë bërë progres të theksuar për të qenë trajnerë të elitës. Megjithatë, do shohim, sepse vitet kalojnë dhe njerëzit ndryshojnë, metodat, stërvitja e tjera. Por dhe ndonjëherë fati, ndonjëherë përbërja e ekipit. Fati, shansi edhe kështu vinë, por mund të themi këtë gjë për Ahmataj që është një njeri shumë i qetë, është një njeri që nuk është ngacmues në ekip, përpiqet të mbajë atë ritmin e dur lidhur me marrëdhëniet që kanë lojtarët njëri me tjetrin, të ruajë ekuilibrin. Tamam fjalë me vend, domethënë është një trajner që nuk u ngacmon, që të prish ato rregulla si thuaç dhe marrëdhëniet që krijohen brenda ekipit dhe lojtar me trajnerë me radhë. Profesor, kjo nuk mendoj se është vetëm pozitive kjo gjë. Duhet edhe pak. Sepse ndonjëherë kjo mos prishësh harmoni ose këto do të thotë që të ecësh sipas vullnetit dhe dëshirës të lojtarëve. Jo, se kuptova Petrikaj. Është ideja këtu që brenda një ekipi mund të ketë problematika, më kupton? Por është i trajner që ditë zgjidhet këto problematika. Nuk mund të zgjidhet për shembull siç kemi parë disa trajnerë, mos i vëmë emra tani, që përjashtohet këtë se më kundërshtojnë mua ose nuk ruan ekuilibrat dot. Ndonjëherë kjo mund të jetë më drejt mendoj. Po varet, është shumë e vështirë, sidomos në momentet caktuara të sezonit apo profesor kur nuk ke se çfarë të bësh, domethënë pse largohet trajneri, sepse nuk ke dot 11 lojtarët, edhe gjen zgjidhjen më të mirë, domethënë që largon trajneri pastaj. Marrëdhëniet që krijohen. Megjithatë, puna do ta tregojë se duhet të shohim, ne aq sa e njohim dhe Ildi që bëri atë prezantimin e tij dhe në detaje, domethënë, them që pjesëmarrja e tij në
me ekipin kombëtar. Si trajneri i ekipit kombëtar të moshës 18 vjeçare tregon që ka një farë vlere, nuk është një trajner kotë së koti. Ndërkohë dhe përvojë. Edhe përvojë. Është dhe përvojë. Ai ka përvojë sepse ka qenë trajner me Tiranën, ka qenë trajner me Durrësin, me Kuksin, ka qenë me Korçën. Profesor, mund të jetë një moment që njeriu rritet edhe duke dështuar? Atë thash që në fillim, e thash para se të nisja këtë bisedë, e thash domethënë që trajnerët ndryshojnë, ka metoda, ka eksperienca, ka situata, domethënë ka shanse që vinë me radhë, kështu që them që nuk duhet themi fjalët më të këqija, sepse ne nuk e njohim plotësisht. Ne një analizë po bëjmë, një analizë të thjeshtë po bëjmë, nuk nisemi mbi bazën e të mirës dhe duam realitetin dhe duam të mirën që të ketë sa më shumë sukses e ekipit. Përkundrazi, përpara se të shkojmë tek Ahmata dhe gjykimi për Ahmatin, që do ta shikojmë kur ta shkojmë, përgjegjësia në këtë moment bie mbi klubin. Është klubi ai që do t'i ofrojë lojtarët Ahmatit, se nëse klubi merr 3 lojtarë dhe mban 11 këta që kemi patur, Guardiola të jetë nuk del dot kampion me Xhufurin apo të kap vend katërt me lojtarët që kemi. Tani ta themi atë që është, do ta jetë faji Ahmatit. Ahmata duhet të implementojë atë idenë e tij, normalisht mbi 2, 3, 4, 5 lojtarë të rinj, të cilët do të shpresojnë të jenë të një niveli të lartë, në mënyrë që dhe ne të shpresojmë për një Skënderbej sa më të mirë në vitin. Po, sepse është shumë e vështirë, Romi, me kampionatin që është superiore asot, ke 6 ekipe që mos bëjnë asnjë merkato, të mbajnë lojtarët që kanë Vllaznia, Dinamo, Egnatia, Partizani, Tirana. Ka lëvizje dhe në këto ekipe, ka shumë lëvizje, ka filluar lëvizje që në këto momente. Madje dhe merkato të trajnerëve ka filluar, domethënë për lëvizje. Po dhe këta që kanë, domethënë dhe këtë fuqi që kanë këto ekipe, se ndoshta është problemi vetëm që ndoshta nuk është se kanë shumë cilësi, pavarësisht se kanë buxhete të lartë. Prap ne nuk i kalojmë dot, ne nuk i arrim dot dhe është përgjegjësia e klubit që të arrijë nëpërmjet merkatos të ngrejë nivelin e tij që të barazohet me Egnatia sot apo mos them me Dinamo apo me Elbasanin apo me Tiranën që të mos hymë në edhe diçka. Nuk duhet të hymë në kategorinë superiore për mbijetesë, sepse po hymë për mbijetesë, presioni bëhet aq i madh sa ne do të rrezikojmë rënë nga kategoria. Pra, çdo gjë tani është në dorën e klubit. Ahmata vjen pas klubit. Ildi, të paktën në këto momente ne kemi, domethënë zyrtarisht është Ahmataj trajneri, por nga informacioni që ju keni, çfarë bëhet me lojtarët? Me lojtarët është ende një situatë pauze, pasi nuk ka një projekt të mirëfill, domethënë ende nuk është shpalosur që do vazhdojë. Publikuar, ndofta në brendësi presidenta. Është edhe erët, pasi dhe kjo periudhë është një periudhë pushimi, me sa duket. Ndofta presidenti të mbarojë finalja e 4-shes. Po, dhe pjesën e skuadra rivale do shikohet si do ecet, po besoj se ajo çka ne të arrim të lexojmë deri tani, besoj do të jetë një skuadër e limituar edhe për shkak të financave, pra. Zgjedhja e trajnerit na le të kuptojmë që do të jetë një skuadër e cila do të ndërtohet me financa mesatare, pra nuk do të kemi ato investimet madhore për të afruar lojtarë që bëjnë diferencë në elitën e futbollit shqiptar. Ne shpresojmë të na befasojë të ndodhe kundërta, po deri tani është saktë kjo çdo atë. Ildi po flet nga indicet që ka. Po pra, unë mendoj se synimi i indicet e Ildit janë ato që thonë në këto momente kjo është situata. Trajnerit, pra të gjitha palës së bashku do të përpiqen të ndërtojnë një ekip i cili low cost, pra që mund të surprizojë. Pra nuk do të kemi një Skënderbej që do të afrojë emra të rëndësishëm në futbollin shqiptar. Do të jetë fokusi kryesisht te rajoni, pra qoftë Kosova, te Maqedonia. Po edhe ajo pjesa që ne themi shpesh e futbollistëve të talentuar që nesër pas nesër të sigurojnë të ardhura, domethënë për ekipin kjo është strategji ku ta bëjë. I cili të befasojë ashtu siç e bën para 2-3 sezonesh me Gozdenovic, që pavarësisht se në fillim ishin lojtarë jo shumë të njohur, Rashica apo emra të tjerë, konfirmimi Dan Liços dhe lojtarë të tjerë të rinj, atëherë besoj e njëjta filozofi do të ndiqte. Po, dhe Franklin vjen nga turbina. Që vjen nga turbina dhe kjo do të jetë filozofia, patjetër, risku është i madh, shto faktin që ti e përmend edhe në fillim ke ekipe shumë më të investuara se në raport me sezon. Për të pak tek Skënderbeu, çfarë po thuhet të paktën për ata futbollistët që janë uazuar? Ka ndonjë informacion, Mili?
po në informacionin që kam do t'ju jepet shansi 2-3 futbollistëve cilët kanë bërë mirë me skuadra. Nikaj një prej tyre? Nikaj patjetër. Bismarck apo jo? Bismarck? Me Bismarckun duket pak situatë e vështirë pasi është edhe kjo çështja e menaxherit, pra duket se do të kërkohet një zgjidhje nuk patë ndonjë shkëlqim pasi edhe kërkesat financiare të futbollistit janë tepër të larta dhe nuk e di nëse klubi do ta arritë të përballojë, po besoj edhe lojtarët e tjerë të ri, të cilët kanë bërë mirë qoftë te Kuksi apo te ndonjë ekip tjetër, do të jenë në dispozicion të trajnerit, më pas do të vendoset nëse do të jemi. Brendon, do të më serrosh pak një çështje që të paktën për publikun, për të qenë një qartë. Së fundi është folur, madje edhe para disa orësh, një prej ekipeve që pretendon se mund të qëndrojë përsëri në Superligë është ekipi i Bylisit dhe thuhet që do të qëndrojë për shkak të ndryshimit të formulës. Por ligjërisht, unë e di, ma shpjegohet ti më mirë, edhe nëse ndodh kjo, nuk mund të ndodhë brenda këtij sezoni, mund të ndodhë sezonin e ardhshëm që të shtohet numri i ekipeve në kategorinë e parë dhe më pas do pyes profesorin është dakord apo për numrin. Ma shpjego pak. Atëherë, juridikisht edhe në rregulloren dhe statutin e federatës, çdo lloj ndryshimi që merret në raport me skemën e kampionatit apo tjetër. Në momentin që aprovohet ty në fuqi sezonin e ardhshëm. Megjithatë, jetojmë në Shqipëri dhe kemi parë dhe çuditëra që mbledh komiteti ekzekutiv dhe mund ta ndryshojë dhe thotë ty në fuqi nga sezoni i ardhshëm direkt. Megjithatë, nuk besoj të ndosë se kjo më ngjan fiksi dhe ato histori dhe kur Skënderbeu para 2 vite që shpresonin që i do ngrihet do vej me 12 me 14 skuadra. Kto kanë ndodhur në kohën kur luante profesori dhe kur ishte trajner profesori. Edhe më vonë kanë ndodhur, edhe në demokraci kanë ndodhur pas. Jo, kanë ndodhur por është marrë një vendim dhe Skënderbeu nuk ka rënë apo profesor. Në mos gaboj. Ishte tjetër, thënë. Megjithatë, që ta kenë të qartë teleshikuesit, nuk ka domethënë Bylisi do qëndrojë atje ku është dhe edhe sportivisht nuk kishte kuptim, edhe sikur të ndodhte një aventurë e tillë, nuk kishte kuptim sepse ka rënë sportivisht. Mund të ngjitshin ato që poshtë, po jo ajo që bind. Profesor, nëse do të qëndrojmë kësaj formule, pra të jenë me 12 ekipe Superliga, është pozitive? Mendoj që ka ardhur koha, sepse niveli i futbollit është rritur dhe shohim që dhe infrastruktura e plotëson, si thuash. Kanë dëgjuar presidentin Duka që e ka diskutuar dhe ka hedhur si ide, po akoma me aq sa kuptuam domethënë nuk është. Po do të qëndrojë profesor, të qëndrojë fort, thotë ata gjithë të tjerë dakord pastaj. Po them që është dhe formulë e mirë edhe domethënë edhe si thuash 36 ndeshje nuk bëhen Final Four-et e tjera e me radhë. Por është Kupa e Shqipërisë. Ashtu sikurse ka qenë në kategoria e parë me 12 ekipe me 3 faza, domethënë edhe ajo është e përshtatshme. Megjithatë, këtu formula gjende, domethënë nëse është dëshira e mirë dhe për të dhënë atë që duhet të jetë më e mirë, o me 10 skuadra, o me 12 skuadra. Kam që dhe kategoria superiore dhe kategoria e parë në këtë periudhë, në këtë vit sportiv ka treguar vlera shumë të mëdha, shumë pozitive, kështu që mendoj që edhe njëra, ose me 12, ose me 10, është... Edhe nëse duan skemën e play-offit, që të hiqet kjo pjesa e Final Four-it që këto 3 sezone për mendimin tim nuk është se dha atë rezultatin e pritshëm, le ta bëjnë me gjysmën kampionatit, që bën Belgjika apo edhe në kampionat tjetër, pra nëse bën me 12 luan 2 fazat, le të themi 26 javë të rregullta dhe nëse s'do ta lësh me 33 mund të ndash 6-shën e parë për titull dhe 6-shën e tjetër për kampionat. Ju pak a shumë dhatë një opinion, por le të marrni opinion edhe nga Ervin Baku, të cilin e kam në lidhje të drejtë për drejtë. Kemi pra gazetarin Ervin Baku. Ervin, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Të përshëndes. Mirëmbrëma, përshëndet edhe Fort Studion, një përqafim special për legjendën Xhambazi. Nuk ja dhe ti në stadiumat me veteranët? Nuk ishte Dimitraj Xhambazi. Si ishte? Ja. Atëre. U çudita që nuk ishte Dimitraj Xhambazi, u çudita që nuk ishte asnjë gazetar nga Korça, u çudita, u kënaqja që takova legjendën e gjallë Taqo Dëmbën, dhe keni parasysh e keni në Korçë, kështu që keni mundësinë ta respektoni, ti merrni mendim dhe atij, ta ftoheni dhe në studio, sepse është vërtet një legjendë e gjallë që ka bërë një emër shumë të madh në Korçë, krah Xhambazit, krah Dinellës, krah Kaçit, krah Teodor Vasos, Milutin Kërqiç, gjithë të tjerëve. Baku, nëse do të shikoje Xhambazin në fushë, qoftë edhe 5 minuta, tani siç është tani.
Çfarë do të përjetoje? Fantastik, pas terpon, pak minuta... Mirë pa, është mi vogël. është mi vogël në mosh. Me se Xhambazi është më në formë. Dëgjoj, kur pash terpon, kur pash Tor Kaplanin, kur pash Lapanjin në port, kur pash Memelin, kur pash Daniel Janon, mu këthy ajo nostalgjia, sepse unë i kam jetuar të dy epokat dhe ajo ndeshje ishte një ku futbolli kreu misionin e tij të parë, që është bashkimi. Bashkim vlerash, bashkim vllazëror, përqafime, nostalgji dhe një fair play në fushë, e kupton? Po. Baku, kalojmë pak tek ajo çka po ndodh në Superligë. Edhe 90 minuta kanë ngelur tani në abistes superiore dhe do të mësojmë se kush do të jetë ekipi kampion për këtë sezon. Si janë dukur këto finale? E para ndryshoni këtë term se ne nuk kemi Superligë, ne nuk kemi ligë. Abistet superiore. Jo, është një do ishte shumë më mirë sikur kishim ligë, e kupton? Po, ligë do të ishte, e kemi diskutuar. E kemi diskutuar shumë herë këtë çështjen e ligës. Dëgjoj, këto 90 minuta do të luhen në të njëjtën orë. Po. Të dielën në Elbasan Arena do të luajë Egnatia me Dinamon dhe Vllaznia me Elbasanin në Air Albania. Natyrisht që e vetmja skuadër që e ka titullin në këmbët e saj është Egnatia. Pra i duhet vetëm, domethënë po ty pak te matematika i duhet një fitore me Dinamo dhe mbyllet gjithçka. Mbyllet gjithçka, ndërkohë që një barazim me Dinamon ose një humbje dhe nëse Elbasani mund Vllaznin shpallet kampion Elbasani, dhe ai skenari që ka mundësinë më të vogël, por nuk i dihet se futboll është, që Dinamo të mundi Egnatian dhe Vllaznia të mundi Elbasanin, shpall Shkodranët mas 25 vjetësh kampion. Pa është pak e vështirë, sepse duhet të ndërthuren dy faktorë, ndërkohë që këto ekipet e tjera e kanë vetë në dorë. Këto janë skenarë, këto janë 3 skenarët e mundshëm. Kjo është arsyeja që Federata Shqiptare e Futbollit e ndryshoi agjendën. Ndeshjen e të premtes i vuj të dyja në të njëjtën orë, që është krejt normale, madje për mua dhe këto ndeshje që u bën dje dhe pardje duhet ishin bërë në të njëjtën orë. Baku, po kemi vërtet në të njëjtën orë, sepse të paktën po ta ndikësh, shikon që edhe pse thuhen në të njëjtën orë, duke sikur ora në Shqipëri është ndarë në disa kategori kështu, disa fillojnë me 3 minuta vonë, disa me 5. Po mirë, pse dje në Torino si filloi? Nuk filloi apo ora italiane? Ndodhe, s'ka një gjë. Kishte problem objektiv? Si problem objektiv? Ishte objektiv, ndërsa ne fillojmë dhe bëjmë subjektive, nuk erdhi autoambulanca. Jo. Ne themi dhe nga këto. Nuk besoj se kjo është ora, po ju ndiqja që nga fillimi. Po. Po, se mora vesha të punë e Amataj, pse e dënoi Kamza? Ja, Ildi... Besoj në koç titullin e Skënderbeut. Pa luaj në të njëjtën orë ajo. Jo, pasi kishte mbaruar. Pasi kishte mbaruar. Festën në klub. Po mirë, çka kishte ajo? Skënderbeu ja la Vllaznis, Partizani ja la Kamzës. Ku ishte problemi? Jo, inati ishte që pse trajneri shkoi të festonte në Korçë. Në Korçë dhe nuk ishte të festonte. Po kjo ishte edhe arsye. Ato ishin ndeshje të bëra të dyja, kështu që nuk ishte një problem, kështu që. Okej, Baku tani ndodhemi para këtij realiteti që ne e kemi diskutuar dhe do të desha një opinion sepse na ke ndjekur edhe në pjesën e parë të emisionit. Jula Mataj, zyrtarisht trajneri i ekipit të Skënderbeut. Nuk është i lirë daja, mo? Jo, pengua. U pengua. U pengua, Po nxirë atë regjistrimin tim, apo si nxirë këto? Jo, më ta nxirë dhe gjo. Apo u prish shiriti rrugës. Po, gjo, asnjëherë mos thoj kurrë, se nuk dihet çfarë skenar ka. Po, patjetër. Patjetër. Atëre. Mund të ketë skenar tjetër. Jo, s'ka skenar tjetër, më tani për tani. Jo, çfarë spret se ju në Korçë bëni prifin me barë, kështu që po e di. Jo, nuk kemi bërë ndonjëherë po. Tani. Ne diskutuam dhe kemi thënë që paka shumë, ndofta kemi qenë të gabuar që nga trajneri që do të shikojmë dhe kualitetin ose stekën se ku do ta ngrejë Skënderbeu. Ju jeni këtij opinioni apo jeni kundra? Dëgjoj, ka një paralele mes zgjedhjes së trajnerit në Korçë, mu më duket njësoj me zgjedhjen e trajnerit kombëtarës për kombëtaren. Po. Atëre më thuaj një që t'i kuptojmë të dyja ne. Unë me kalimin e viteve
u bëra 35 vjet në profesion, kam mësuar një gjë që dhe do ta ndjek në të ardhmen, nuk do ta bëj më gabimin që ta paragjykoj tjetrin pa filluar punë. Kështu që i shkoft mbar, edhe kombëtarës na shkoft mbar dhe Skënderbeut i shkoft shumë mbar. Baku, informacioni më i fundit, çfarë po gatuhet tek Skënderbeu? Di ndonjë gjë më të thellë? Jo, unë kur di flas, kur nuk di hesht. Jo, nga njëre eshtja është Flori. Po jo, unë kur s'di, unë kur nuk di hesht, ndërkohë që ju kur nuk dini, tash e the me Gjoni, okej? Jo, di më shumë informacione, prandaj. Po, dini keni më shumë. Të duke si kur është, thash edhe. Baku, pyetja ime e fundit. Kush mendoni se do të jetë kampioni nga këto ekipe që diskutuam? Po dëgjoj, ta thash Romi, ka shumë mundësi duke parë dhe formën aktuale. Ekipi më i mirë në formë aktuale është Egnatia. Është Egnatia, ne e pam dhe dje që Dinamo si thua ka këto dy ndeshjet e bezdisura, e kupton? Plus që ai lojtari me ngjyrë, domethënë unë nuk e kuptoj ç'a truri ka ai, domethënë që u bëhet disa ta herë që del me karton kuq aty në mes fushës dhe penalizon ekipin, e kupton? Bëhet shumë e vështirë. Kështu që unë uroj që Dinamo në atë parë ta respektoj garën, të luaj futboll, të luaj me impenjim dhe mirë po thash, Egnatia është në formë të shkëlqyer dhe është ajo më pranë titullit, por mos mundësit më të mëdha pastaj ka Elbasani, por mundësi ka dhe Vllaznia. Kështu që nuk e di të them, por në ndryshim nga Elbasani dhe nga Vllaznia, Egnatia e ka në këmbët e saj fatin. Okej, Baku, të falenderoj pa mas për opinionin që na dhe për bisedën që patëm në studio. Ma përqafo fort legjendën Xhambazi dhe mos ma harro Taço Dembon e Ken Korç. Merren në studio. Se e ke pasuri. Këtë vërejtje që më bëre, unë do të realizoj për ty javën e ardhshme, do të kem këtu në studio. Falenderit. Falenderit, Baku. Edhe të fala Petrina Vangjeli që është zjarrësht. Forca Egnatia! Me këtë batutë të fundit, po e mbyllim edhe lidhjen me gazetarin Ervin. Forca Vllaznia. Ervin Baku, duke se tregua tifozlekun. Baku me Vllaznin, Petrika me që nga fillimi unë kam qenë me, domethënë kam mbështetur Elbasanin, por në ndeshjet e fundit Egnatia tregoi nivelin e saj dhe do t'ja dalë të shpallet kampion, po interesante ishte kjo, sepse ndeshja e Egnatias bëheshe në Elbasan, pra në Elbasan do shpallet kampion Egnatia. Ndërkohë që këta janë në Tiranë duke u zënë, si të thuash, me Vllaznin. Ndërkohë që Egnatia në shtëpinë e Elbasanit mundet të shpallet kampion. E kur të kthehen, pastaj do takojnë në mes. Do kemi besoj edhe një moment të veçantë pasi nëse kjo realizohet, trajneri Dede do të shpallet kampion me vetëm 5 ndeshje me Okej, është meritet e Tovës. Meritet e Tovës, po gjithsesi dhe Dede që besoj se në histori në futbollit shqiptar ka ndodhur që një trajner me 2 ndeshje më duket. Se profesor Daja tek Dinamo janë 2008 ose një trajner tjetër mos gabojnë ato vite, ka ardhur 2 javë të fundit dhe ka dalë kampion. Profesor, është interesante kjo, kur dalin kampionë ose me 2 javë ose me 3 nuk i mban mend njeri. Po kur rrëzojnë ekipet, të gjithë kujtohet dhe thonë ka rrëzuar ekipin. Me 2 ndeshje rrëzoi. Profesor, në qoftë se ju të ishte ai që do të ndërtonit merkaton e Skënderbeut, a mund të jemi një opinion në kuptimin e asaj që sa prej këtyre futbollistëve, numra, nuk dua të diskutojmë më me emra, mundet të jenë për që në pjesë e ekipit dhe sa përforcime mund të duhet këtij ekipi dhe çfarë niveli? Mendoj që aktualisht ekipi Skënderbeut ka lojtar. Ka lojtar, por mund të themi 6, 7, 8, por duhet që të mësojmë më shumë fort në drejtim të zgjedhjes lojtarëve të rinj, lojtarë më cilësor, dhe ata nuk duhet të jenë 1 apo 2 apo 3, po duhet të jenë 7, 8 që të plotësohet i gjithë ekipi. Plotësohet ekipi sepse do të jetë shumë e vështirë. Ne e përmendëm edhe në bisedën tonë, domethënë, ekipet që janë sot, 4, 5, 6 ekipet janë ekipe shumë të forta, shumë të mira. Dhe me investime shumë të mëdha. Edhe me investime shumë të mëdha. Kështu që duhet ta mendojmë dhe duhet të realizojmë atë që ne të mendojmë për 7-8 lojtarë që të jenë lojtarë
të skuadrës, të ekipit të parë, do me thënë, t'jenë lojtarë cilësor të formacionit që të kemi rezultate. Se ndryshe po të mendojmë, do marim 3, 4, 2, po tashi, pa në janar e me radhë, do t'a kemi shumë të vështirë. Janari besoj është shumë i vonuar, Bari? Jo vetëm kaq që është shumë i vonuar. Janari është shumë i vonuar. Unë mendoj që fillimi Koriku duhet të ta gjejë ekipin e plot, sepse është kaloj në ditët, si thua, kaloj në javë dhe nuk arrinë do të... Faktat e trajnerit i duhen ato 6 javët e pregatitjes. Sepse si që mendojnë që do thonë, do e ikin më shumë se gjysma ekipi dhe do vinë 6, 7 apo 8 lojtarë, duhet do me dhe një punë shumë cilësore, duhet një punë vërtet e vlerësuar nga stafi, nga presidenti, dhe jo të mendojnë të marë apo të mos marë, sepse në qose do të ecësh kështu, atëherë do të kenë shumë të vështirë. Të paktën në Romi unë them Nika edhe Bismarck klubi të bëjt pa mundën që ti ketë në organik. Dhe pasaj të plotësojt organika me blerjet e reja, në mënyrë që ne nuk e themi kod këtë, që nuk kemi lojtarë të aftë për të përballuar kategorinë superiore. Nga këta që janë përjashto 3. 3 me mik. E kupton, kjo është ideja. Të paktën Nika Bismarck, të shoqëruar me një merkato të mirë, mund të krijojmë një ekip stabil dhe pastaj të shikojmë më vonë pretendimet, po që bëjmë një ekip stabil njerë, sepse me skenarin që paraqiti me Brendonin, duket sikur ne do të jemi në një ekip mesatar. Shpresoj mos jetë kështu, do vazhdoj të shpresoj në merkato. Në fund pastaj do bëjmë një llogari tjetër përpara fillimit të sezonit, mirë po, unë dua të them diçka. Tani, ju të dy, ti dhe Merolli, jeni të dy gazetarë shumë të mirë dhe ju e dini që trajneri i ri i Skënderbeut është Julian Ahmataj. Unë nuk e di, sepse klubi ka qenë në datën 4 maj, që e ka vendosur ndeshjen të gjithë në stadium Skënderbeu Laçi dhe nuk e morën vesh as si përfundovi ajo ndeshje, në Facebook flas ku sot njerëzit rrjetet sociale i kanë dhe klubi përsëri nuk ka dalë me një deklaratë që të na thotë ne që trajneri është Julian Ahmataj. Kështu që mirë i thua Bakutit, dal prit se kujt zgatuhet, nuk e dim dhe në fund. Pra unë them, ka një mungesë këtu që qytetarët të dinë që ky lajm është zyrtar dhe jo e ka publikuar Romi, apo e ka publikuar Merolli, apo e ka publikuar Panorama, kush e ka publikon. Të dalë klubi ta thotë këtë gjë, sepse në fund të fundit nuk i diet se çfarë ndodh. Klubi do ta thotë siç e ka qef Brendoni, që do bëj atë prezantimi dhe atëherë prandaj Brendoni nuk po dal klubi me një deklaratë të vogël. Nuk po flet akoma. Jo, kjo është e vërtetë, domethënë duhet të investohet edhe për pjesën anën e infrastrukturës, qoftë media, por edhe në ato organizimet e tjera, se kjo i arrit atë nivelin klubi. Duket si gjë thua fare thjesht që nuk ka ndikim, po jo më kot edhe klubet e mëdha apo klubet e rajonit investojnë edhe për pjesën e medias, pasi gjithmonë është raporti me tifozët. Edhe në ditët më të këqija të ekipit Skënderbeut, kur kemi qenë profesor edhe në kategorinë të dytë në Mosgaboj, në klub i respektit për tifozët, ku drejtoheshin. Ndërsa sot edhe trajnerët, domethënë, nuk të vinë në studio, nuk shprehen, nuk duan të flasin, domethënë pikrisht kjo mungesë unë nuk them se besoj se nuk është investim i gabuar që klubi të punsoj një zënës shtypi i cili mund të mbuloj shumë mirë të gjitha ato qoftë pjesën, po pra kjo ka qenë gjithmonë një Ore ka Butrinti Sarandës, tani Butrinti Sarandës se më hape ka 6. Ti a e di ti Petrika që të paktën disa figura si profesor Xhambazi, Taçi Demba, me që ma kujtovi Baku e shumë të tjerë, nuk kanë një vend në tribunë që këta të hyjnë pa biletë. Jo se profesori është keq për 10.000 lekë në biletë, sepse unë e di që profesori nuk është, dhe profesori nuk do të flasë, sepse unë e di natyrën dhe tipi që ka pa, e di ti që këta nuk kanë një vend. Të paktën kanë ngelur 10-15 figura, domethënë të futbollit dhe nuk kanë një vend në tribunë ku të vendosen. Keqardhi kjo. Ama të vi profesori ti thotë ai kush jeti, thotë ai mos e njoh. E kupton? Po se duket çudi që thotë. Mos e njoh. Shiko, ajo ka ekzistuar në periudhë kohë fatkeqësisht gjatë pak kur u ndodhi ndryshimi i madh tek Skënderbeu atëherë kur ishte president zoti Zeqo, pati një dhe profesori besoj e mban mend, po pastaj nuk zgjati fatkeqësisht më gjatë. Po pse për 10 vende që kemi keq atje? Po jo, nuk është keq fare, po thjesht neglizhencë dhe kjo puna e zëdhënësit të shtypit është seriozitet, tregon seriozitetin e një klubi dhe jo thjesht zëdhënësi i shtypit dhe marrëdhënia në rrjetet sociale me tifozerinë dhe ato, sepse një klub i kultivon dhe ato. Po edhe pjesa që të kesh edhe këtë pjesën që ankohen shpesh edhe për ndeshjet miqësore ose këto ndeshje që s'janë le të themi pjesë e kalendarit klubit ketë një transmetim. Marrin vesh nga ty Romi dhe të gjithë të tjerë. Praktikisht ti me portalin që zotëron, ti je zëdhënësi i Skënderbeut.
Nga ty marrim vesh gjitha, marrim romin në telefon ose shikojmë çfarë ka publikuar. Kjo gjë sqaron edhe shumë aludime që shumë aludime dhe nuk ka, domethënë dhe vërtet, domethënë të vjen rëndë tash ja po marrim shembullin e Ahmat, nëse ai nuk do të jetë pjesë e ekipit atëre. Edhe ne ndjehemi bosh. Është zyrtar, është domethënë mirë ka konfirmuar Palmi, e ka konfirmuar Tema ka konfirmuar. Ta ke marrë telefon presidentin apo drejtorin teknik? Drejtori teknik më ka konfirmuar. Është zyrtare të tha. Po pra, zyrtare, derisa thotë drejtori. Me gjithë këta ju e dini fare mirë për shkak të profesionit ne themi bisedë private dhe bisedë për popull, jo për popullin janë të tëra. Ndërkohë do të kaloj tek studio numër 2, regjia më njofton në këto momente që kam disa vajza të mrekullueshme, ato që kanë fituar titullin kampion. Të lutem regjia, mundet të mi fokusosh vajza tani, sepse unë isha në transmetim dhe ato natyrisht ndodhen në studion numër 2. Mirëmbrëma vajza. Mirëmbrëma. Profesor, janë basketbollistet e shkollës së Raqi Qirinxhi dhe kanë zënë në vendin e parë. Pra, kupën ku ma kini? S'pa shikoj kupën. Në shkollë. Në shkollë, po pse për në shkollë? Elshon drejtërish. Duhet ta kisha edhe unë pak në studio, disa minuta dhe pastaj e menit. Atëre, shpejt prezantimi juaj vajza. Unë jam Ajla Meçi dhe jam vit të parë në shkolla Raqi Qirinxhi. Po, kalojmë të shoh. Jam Sabina Alliu dhe jam vit të dytë në shkolla Raqi Qirinxhi. Unë jam Viola Shkoza dhe jam vit të parë në shkolla Raqi Qirinxhi. Vajza, ju shpallët kampione, si u ndjet në ato momente kur natyrisht morët medalit e natyrisht ngritët edhe atë kupë dhe o them me sinqeritet që keni bërë krenaret të gjithë bashkëposhtatarët tuaj të Korçës, sepse jeni më të mirat e Shqipërisë. Unë ndjem shumë krenare sepse puna që kemi bërë na u shpërblej dhe do thëmë vlejti e gjithë bashkëpunimi që bëmë me njëra tjetrën. Sa e vështirë, kaloj pak tek shoqja tjetër, sa e vështirë ishte fitoje titullin? Po, ishte një periudhë e vështire, po që dhe u kënaqëm, ishte një ndjesi shumë e bukur. Shko, unë këtë ndeshje nuk e kam ndjekur, por ne së bashku kemi qenë në Elbasan kur mundët ekipin e Sarandës. Një ndeshje me të vërtetë, një ndeshje shumë e bukur, shkoj luftuar profesor, me 2 pikë është ndarë, ma aq vajza, mos gaboj, dhe me 2 pikë, me 3 pikë. Pra, dhe duke sikur ynën në atë rrugë. Kalojmë pak tek vajza tjetër. Basketbolli për ju është, si të thuash, një dëshirë, një argëtim, apo diçka që nesër mund të lind diçka më e madhe? Po, për mua është argëtim më shumë, sepse nuk besoj që do e ndjek, por kjo fitore ishte shumë si gjë e madhe. Natyrisht e madhe është, thuaj me plot gojën, është gjë e madhe, sepse jo çdo kush e ka këtë mundësi, apo profesor? Një koment dua për vajzat, lutem. Po ndjehem shumë i gëzuar sepse kemi diskutuar për basketbollin e femrave në Korçë dhe kemi ato të metat që akoma nuk është formuar ekipi i parë për të luajtur në rang kombëtar. Por duke parë vajzat e vogla që me dëshirë për të luajtur basketboll dhe për të fituar, na bën vërtet krenar dhe ju urojmë suksese dhe suksese gjithmonë. Këto vajza, pra të gjitha këto ekipet, për ta prezantuar pak, është sporti në shkolla, janë ekipet të cilat mbështeten nga Komiteti Olimpik Shqiptar. Vajza, sa kohë punoni, sa kohë stërviteni? Zakonisht ne jemi stërvitur rreth 3 ditë në javë, nga 2 orë për çdo ditë, dhe kemi bërë stërvitje si individuale, ashtu edhe do thënë duke bashkëpunuar me njëra tjetrën, sipas a dyshe, treshe. Po, Gjo, do desha nga ju të më bëni një falënderim për këtë do të bënit, për ato mësuese dhe për profesorin që punon me ju, apo jo? Po, i falenderojmë shumë dhe jemi shumë krenar që janë profesorët të cilët na kanë trajnuar dhe na kanë çuar deri në finale, sepse pa ndihmën dhe mbështetjen e tyre ne nuk do të arrinim asnjëherë. Pra, profesori Lirin, Mamicën edhe Dianën, apo jo? Të cilat ju qëndrojnë në pranë. Kaloj pak mikrofonit tek vajza tjetër. Natyrisht ju më thatë në vit të parë, mos gaboj tani një pak a shumë dhe njëra në vit të dytë. Çka do të thotë që për 3 vit ne e kemi kështu titullin, as na e diskuton njëri, apo jo? Po, shpresojmë. Jo shpresojmë, s'dua fjalë shpresojmë. Dua me bindje të plotë më thoni që ne do të jemi përsëri kampione. Petrika ka një pyetje për ju. Po Petrika. Jo, më shumë se sa pyetje do të rrethoja diçka sepse këto aktivitete që ju bëni dhe kjo pjesëmarrje, kjo peshë, ky aktivitet, pra çdo gjë që ju kaloni, momentet që ju kaloni në këtë aktivitet, këto të ndihmojnë që në të ardhmen
ja vajza tha që nuk do të besoj se do ta vazhdoj, mirë po, duke u ndjerë mirë, pra duke marrë emocionet e sportit, mbase më vonë lindi edhe dëshira që pse o ta vazhdoni një sport të tillë, i cili tashmë e tham që ka problematikat e veta, mirë po, është një nga sportet më të bukur dhe për mua është më emocionues edhe se futbolli. Nuk po themi bukur, po më emocionues edhe futbolli. Kështu që do të ishte mirë që ju të vazhdoni, të shpresojmë. Prandaj ka zgjedhur basketboll, më është më mirë se mund të vinin dhe tek futbolli. Vajza, dua një opinionin tuaj. Ka vajza të tjera që e duan sportin, e duan basketbollin tek ju? Po, sidomos çupat e ekipit, jemi të gjitha shumë. Mirë, ju dakord, ju jeni atje tek ekipi dhe e keni zgjidhur, por të tjera, domethënë dua një opinion dhe Po. Ka nxënëse të cilat e pëlqejnë shumë që ta shohin, ama nuk janë duke i ndjekur, domethënë që ta luajnë si sport, por që janë të apasionuara që ta ndjekin, të jenë tifozë dhe do të thotë shumë dhe për ne si ekip. Do të desha një mesazh që do të jepni të bashkëmoshatarëve tuaj, sepse më pëlqejnë këto mesazhet. Çfarë mesazhi do të thoni shoqeve tuaj, jo vetëm të shkollës, por edhe të gjithë atyre që na ndjekin dhe ju premtoj se janë shumë ata që na ndjekin. Çfarë mesazhi keni? Po, mesazhi që më shumë kemi ndjekur ne është që asnjëherë mos u dorëzoni. Dhe nëse doni të arrini një gjë, me dëshirë dhe vullnet dhe bashkëpunim gjithashtu do të bëhet. Po, vajza tjetër? Unë mendoj se me punë të fortë arrihet çdo gjë dhe nuk ka asgjë të pamundur. Po. Unë mendoj se çdo adoleshent të ndjek sportin e tyre, domethënë të preferuar dhe të vazhdojnë, domethënë të arrijnë diçka. Jo, më thoni kur qëndroni aty në shtëpi, merrni ndonjë top basketbolli kështu apo telefonin. Ma thoni drejt tani. Ë? Edhe topin, e? Edhe topin. Më vjen shumë mirë. Shko, unë këtu në studio kam së bashku me mua janë 4 mësues, ë? Edhe kështu që ta dini këto që thoni, edhe profesor Xhambazin, natyrisht. I mbajmë shënim, ë? Të gjitha këto që thoni. Mirë vajza. Unë ju falenderoj. Falenderoj shumë që ishit sot me mua në studio, por në mënyrë të veçantë. Po, Bredon, ke falënderim? Falenderoj dhe unë vajzat se edhe ti uroj një, se vajza mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Suksese për trofeun që morët, edhe profesorët, edhe pjesën tjetër të grupit mi përshëndetni kur t'i takoni nesër. E desha t'ju thosha, kush ju pëlqeu më shumë, kush ishte më emocionuese, kjo ftesa që u bri Romi sot, apo ajo pritja që u bri shkolla pasi u kthyet nga Elbasani? Të dyja, ma të dyja. Të dyja. Vajza, një falenderoj profesor, shumë të sinqerta vajzat, ë? Shumë sinqerta. Dëgjoj, nga sportistët janë shumë të sinqertë, janë të lirshëm. Sporti, s'ka si sporti. Urime dhe suksese. Po. Faleminderit. Urime keni marrë nga studio, e falenderoj vajza. I falenderoj shumë dhe ju uroj suksese edhe në vazhdim. Jo vetëm në sport, por edhe në mësime, mos harrojmë. Duhet të kemi edhe mësimet. Faleminderit. Natën mirë vajza. Faleminderit ju natën. E pra, duket profesor sikur do të thënë vërtet shkaktojnë emocion, vërtet që këtu lind gjithçka për të folur nesër për ata sportistët e mëdhenj, apo ja? Kështu lind. Dhe unë jo më kot pas futbollit i lash këto vajza. Domethënë për ti provuar e natyrisht meritonin edhe më shumë se kaq. Është si thuash, momenti për të krijuar dhe ekipin e basketbollit dhe po, do japim një mesazh. Si thuash, 2-3 vjetë shkojnë shumë shpejt. Duke se janë edhe një inspirim për brezin e ri që të largohen sa më shumë nga telefoni dhe të merren me sport, se realisht kur ke dhe të tilla suksese përjeton emocione shumë më të mëdha që nuk të ndodh shpesh në jetë, ti përjetosh në fushat e tjera. Të ngele në kujtesë. Ildi ndoshta kujtova fëmirin time, domethënë atë moshë kam filluar dhe unë të ngele gjithmonë të fotografuara në memorje. Edhe vërtet domethënë po të shikosh edhe tash të bësh analizën të vinë çudive e kam bërë. Po, klasë me klasë? Po klasë me klasë, shkollë me shkollë, kështu dilnin talentet, kështu seleksionoheshim nga trajnerët, nga mësuesët si shtanë edhe vajzat. Sepse vitet shkojnë shumë shpejt dhe kur e shikon veten pas 3-4 viteve në një ekip, unë ka filluar me para të rinjtë dhe për 6 muaj shkova me të rinjtë. Po ekipi para të rinjve hodhi ato themelet, si thuash. Të vazhdimësisht. Vërtet kënaqësi edhe. Me të vërtetë të gelet do kujtesësh thot profesori dhe këtyre vajzat do gelet dhe këto kanë diçka më shumë për të thënë nesër bashkëmoshatarëve të tyre. Ndoshta kalojmë edhe nuk e kemi kështu. Do e teprojmë Romi. Jo, profesor, jo.
po kur kemi pas 6 muajve, unë kam luajtur në Elbasan, pikolo fare do me thënë, dhe ai luante mbasdite, jo mbasdite, po pas nesh luante, ne luani me Elbasanin Elbasan, Tirana luante me Elbasanin Elbasan. Edhe Lym Malla, trajneri i ekipit Tiranës në aso kohë, trajneri i njohur, vjen edhe i thot trajnerit ton, do me thënë Spiro Koçës, që me këta do luash, i tha. Ne ishim 4-5 veta fëmijë, sepse atëre ndërtoheshte e Kurudha Rogozhinë, Fjerë dhe tërë këta klasit të tretë dhe ishin në aksion dhe ne ishim lojtarë që kishë bëmë stërvitje. Edhe kemi dalë 0-0 dhe ka ardhur pas ndeshjes na ka ardhur në ka takuar, bravo, tha. Do me thënë fëmijë që ishim, ashtu sikur se edhe këto në Elbasan. Profesor, fëmijë të vegjël, por nuk e dini se një ditë do të bësh dhe ma. Nuk e di. As e dinte, ka që edhe vajza, do me thënë tani për tani nuk e din, po duke e formuar ekipin dhe duke ecur, si që i tha dhe Petrika, do me thënë lind dëshira për të vazhdo. Kështu që dhe këto biseda dhe janë shumë të mira, sidomos televizioni, edhe kur thristi dhe vajzat edhe këto fëmijë të skuadrave të ndryshme të voleybollit, basketbollit, atletikës, janë gjëra shumë të mira sepse inspirohesh edhe lojtarët edhe lojtarët e tjerë. Ne në vazhdim do të jemi përsëri tek ky inspirim. Ndofta e largohemi pak atij futboll të madh për të folur me ato superlativat, sepse do të qëndrojmë tek një kronikë të cilën regjia në këtë moment e ka gati dhe bëhet fjalë pikërisht për lojrat olimpike. Profesor, të garantoj që do shikosh përsëri të rinj edhe në këtë kronikë. Të lutem regjia pa kronikën. Në kuadër të aktivitetit Java Olimpike Korça 2026, qyteti Korçës u përfshikte të premten në atmosferë festive sportive, ku 10 nxënës nga shkollat e qytetit marshuan me flakën olimpike drejt stadiumit Skënderbeu. Aktiviteti nisi në orën 9:30 pranë katedrales, ku nxënës të shkollave Themistokli Gërmenji, Ymer Dishnica, Naum Veqilargji, Nuçi Naçi, Azdreni, Naim Frashri, Ismail Qemali, Kolegji Platon dhe Tefta Tashko Koço nisën ecjen simbolike me flakën olimpike. Gjatë itinerarit të marshimit ju bashkuan edhe nxënës të shkollave Sevasti Qiriazi dhe mësenjtoria e parë, si dhe të shkollave Stavri Themeli, Raqi Qirinxhi, Kolegji Preka dhe Pandelit Sale. Në këtë aktivitet morën pjesë edhe ikona atletikës shqiptare Pavlina Evro, kryetari Komitetit Olimpik Kombëtar Shqiptar Fidel Ylli, si dhe personalitetet të tjera të sportit dhe jetës publike. Këtë javë është java e Bashkisë së Korçës, ku ne duam të përfshijmë të gjithë vajzat dhe djemt të gjitha moshave që të përfshihen në lëvizjen olimpike, të merren sa më shumë me sport, sepse sporti vetëm të kalit vullnetin, të kalit karakterin, të edukon, të socializon dhe të jeni sigurt që të bën më të mirin për veten tuaj, për familjet tuaja dhe për shoqërinë. Dua ta falenderoj me zemër Pavlinën për gjithë të organizim që ka bërë. Mund të them që në të gjitha aktivitetet që kanë vajtur në çdo qytet, ky është aktiviteti më i bukur që është realizuar deri tani me pjesëmarrjen më të madhe të shkollave të Bashkisë Korçës. Aktivitetet vijuan në ambientet e stadiumit Skënderbeu, ku nxënësit treguan aftësitë e tyre në disiplina të ndryshme sportive, duke dhuruar emocione, energji dhe momente të bukura për të gjithë pjesëmarrësit. Java Olimpike Korça 2026 solli një mesazh të fortë për rëndësinë e sportit, bashkëpunimit dhe edukimit të brezit të ri përmes aktiviteteve olimpike. Profesor, po e filloj me ju. 5 rrath olimpik. Pikë së pari. 500 fëmijë të cilët ishin prezent në këtë aktivitet. Do të them në krye të erës që me të vërtetë do të falenderoj gjithë mësuesit e edukimit fizik që e pa çfarë kolori kishte atje, çfarë bukurie kishte atje dhe ndofta me atë lëvizje në qytet mua më ka emocionuar shumë. E morë mesazhin? Patjetër që është marrë mesazhi dhe duke parë jo ju që keni qenë në stadium, por dhe ne duke parë tani në televizion, vërtet ndjehemi krenar dhe ndjehemi një gëzim, si të thuar, sepse shohim vajza dhe djem që marrin pjesë, aktivizohen dhe plotësojnë, si të thuash, një ritual të tillë që të bën vërtet thua, edhe ne jemi në gjendje të bëjmë diçka. Aq më tepër që këta janë të rinj, që nesër do të jenë ardhmja e vendit, po do të jenë edhe ardhmja e sportit në të gjitha disiplinat e ndryshme, sa atje pa më shumë disiplina, duke po thua se të gjithë llojet e sportit. Po të gjitha llojet e sportit, kjo që bile them që nga viti në vit, nëse do të jetë e tillë, duhet të mësojmë më shumë, që të krijojmë edhe mundësi më tepër për
për të angazhuar edhe më shumë nxënës. 500, jo se janë pak, por ne kemi mundësi edhe për më tepër. 500 ishin aktivitet, profesor, që ashtu përveç atyre që ndishtin aktivitetin, por mua do të më pëlqente dhe do desha që të kishte më shumë spektator, do më thënë të kishte më shumë nxënës, nuk e di, le të organizoshe në një orar që mos ndërprishe procesi mësimor. Unë kam parë një grup me tuta vajza që zbristin poshtë, po mendova që do të kishin ndonjë aktivitet në qendra sportive atje dhe do më thënë është gjë shumë e mirë, shumë e mirë. Petrika, natyrisht një aktivitet që duhet të theksuar që meritën kryesore e ka Pavlina Evro, por në bashkëpunim me drejtorinë arsimore, që gjeti mirë kuptimin dhe unë publikisht duhet të falenderoj dhe Vinjela Rotën, drejtoreshën e Drapit Korç, e cila u përgjigj pozitivisht për të organizuar një aktivitet të tillë, për t'i dhënë frymëmarrje edhe më shumë pikërisht të sportit. Ky fakt tregon që të paktën mua këtë shimë le që ne kemi rini. Pra, Korça nuk po boshatiset, Korça nuk është qytet që rrallohet. Natyrisht ka problematikat e veta, por duke parë të gjithë këta fëmijë, gjithë këta nxënës, këta japin një mesazh apo? Sigurisht është një mesazh i fortë dhe mua më bëhet qefi që ky aktivitet ka gjetur bashkëpunimin e të gjitha hallkat e arsimit dhe jo, un kam edhe një ashtu, do nuk desha ti shikoj ato shkallë bosh. Po, të kishte sa më shumë. Okej, atje në ato orar është edhe ajo që të tishin, nuk mundesh të kishe spektator dhe sepse normalisht duhet të kishte edhe njoftime dhe disa, po duhet të kishte edhe qytetari dhe prindër kishte shumë, domethënë realisht profesor kishte prindër shumë që shoqëronin fëmijët. Këto janë aktivitete të jashtëzakonshme që edhe futen që edhe në kuadrin e lëndëve mësimore, pra aktiviteteve mësimore, unë mund të them këtu është e jashtëzakonshme kjo që po shkoj Romi, por edhe te shkolla jonë në qytetin e Leskovikut është zhvilluar java olimpike, ku mësuesja e fizkulturës, e cila është shumë e përkushtuar, ka zhvilluar me të gjitha klasat dhe ka arritur të nxjerrë rezultate shumë të mira nga gjithë ata që morën pjesë dhe nuk e ke idenë se çfarë shikoje në sytë atyre fëmijëve, java sportive ishte kaq e bukur. Shikoj, edhe një sport profesor Treshi Litari që domethënë, duket kështu sikur kështu borur force, por është inteligjencë, ka bukuritë e veta. Nga javët më të bukura që kanë përjetuar fëmijët në shkollë, jo vetëm aty ku jam unë dhe këta që janë këtu, por në të gjitha shkollat e Shqipërisë. Brendon, 5 radhë olimpik, dua pak një histori të shpejtë, po të lutem pak shpejt. Shiko, ideja është që përveç shpisës së historisë së radhëve, që mos i lodhim njerëzit se mbas Jo, japim informacion, nuk i lodhim as pak. Çfarë flaka olimpike të lutem pak shpejt. Flaka olimpike. Lojrat olimpike vinë që nga antikiteti bilasht, janë rikthyer në fund të shekullit të 19 përsëri në Greqi, po në shtetin tashmë që ishte konsoliduar i pavarur grek, me pjesëmarrjen kuptohet fillimisht të limituar të disa atletëve jo në të gjitha disiplinat dhe pastaj me kalimin e kohës kaluan në nivele më të përhapur. Flaka kuptohet është simboli nga mali olimpik, pra me Apollonin, zotin e diellit. Po është ndezur nga dielli, ëh? Domethënë ajo flak. Po, nga dielli. Dhe simboli, po perëndia e diellit, sepse është nga mitologjia. Sepse është simbolike dhe ideja është që atleti e transmeton domethënë deri në stadiumin ku do zhvillohen lojrat olimpike dhe më pas flaka nuk shohet kur, është simboli flakës që transmetohet nga çdo event edhe në Korçë natyrisht, siç janë lojrat olimpike verore apo dimrore që flaka olimpike transmetohet nga shteti në shtet në gjatë atyre 4 vite dhe në Korçë është një event i bukur, besoj është një mësim, një inspirim edhe më e bukur është mesazhi i madh i lojrave olimpike që edhe luftrat, domethënë nëse kishte luftra ndërmjet qyteteve ose shteteve në atë periudhë ndërpriteshin sepse ishin lojrat olimpike. Them se edhe futbolli që tani do të fillojë kampionati botëror, do mbyllë edhe mbas është simbolik se edhe futbolli ka atë mesazh, edhe futbolli pjesë e sportit është. Bashkim edhe, Bashkim. Po që organizimi realisht ka qenë për notën 10 dhe e konfirmoi edhe një herë që Korça i dashuron të gjitha sportet, pra nuk u fokusuan vetëm te futbolli, volejbolli apo këto sportet më komerciale, po pam natyrisht edhe sportet të tjera të cilat meritojnë edhe ato vëmendjen e tyre dhe kur pam edhe hipizëm, pam edhe kickbox, pam edhe boks, vetëm ishin gjëra të bukura, domethënë që duke sikur i kemi harruar jemi procedurat të gjithë, domethënë besoj qëndron mesazhi Romi që të gjithë të rinjt të angazhohen sa më shumë me sport, pasi është duket sikur është një investim i jashtëzakonshëm për të ardhmen qoftë për shëndetin,
por edhe për anën sociale të gjithë secili. Të mos kemi edhe dallime, qoftë dallime fetare, racore, dhe unë kur dëgjoj ndonjëherë profesor që thonë ai huaj, ai me ngjyrë, ai, domethënë janë jashtë çdo lloj etike që nuk duhet të përdoren të paktën në gazetari edhe se sporti të mban të bashkuar që ti jesh të gjithë së bashku për një qëllim dhe natyrisht përveç satisfaksionit ajo të jep edhe të mira nga ana mentale, por edhe nga ana shëndetit. Po. Por të shohim çfarë do na thotë gazetari Redi Dodolako nga Pogradeci. Redi, mirëmbrëma. Mirëmbrëma të gjithë. Të përshëndes Redi. Ju përshëndes edhe unë. Në veç aty profesor Xhambazi. Faleminderit. Natyrisht nuk ka rënë këtë pjesë ti. Redi, pyetja ime parë dhe po filloj shpejt është tek futbolli. Çfarë po ndodh tek futbolli? Çfarë zhvillime kemi të reja? Zhvillimi me i ri i fundit, por ende pa një konfirmim zyrtar, marrë këtë informacion nga burime e gjorë zyrtare, është që me 99.9% Çela do të jetë trajneri i ri i Pogradecit. Pra do të jetë vazhdues. Profesor, do të vazhdues të Redi. Çela, trajneri që mbylli sezonin do të jetë përsëri. Shumë mirë, shumë pozitive. Ka bërë mirë, është pozitiv. Për sa i përket lojtarëve, çfarë po ndodh Redi? Të ndalojmë këtu trajneri me përflitet se ka patur një takim. Se mund të ketë patur. Ju thatë në lidhjen e kaluar, domethënë kur ishim javën e kaluar më thatë që pas disa ditësh do të keni takim dhe duket u realizua takim. Jo, nuk ka ndodhur takimi midis presidentit dhe lojtarëve, pasi mendoj se ka qenë më Jo, presidentit dhe trajnerit, presidentit dhe trajnerit. Trajnerit që të ketë një konfirmim për timonierin e ri apo konfirmimin e trajnerit Çela. Më pas do shikohet, besoj nga fundi i qershorit, kur fillon edhe përgatitja për kategorinë e parë, mendohet çfarë grup do krijohet, por së pari mund me përflitet se është zhvilluar një takim midis presidentit dhe trajnerit Çela dhe ai ka thënë do jesh timonier i ri dhe pra ka fituar besimin e presidencës. Do konfirmohesh, të jo timonier i ri, do konfirmohesh dhe do kesh dorë të lirë për merkato, emrat do jenë siç e kanë thënë në javën e parë, do jenë emra të mëdhenj, emra big, dhe pastaj përgjegjësitë sigurisht që në fund të sezonit do jenë te trajneri. Për sa i përket lojtarëve? Për sa i përket lojtarëve, tash ata kanë ikur gjithë me pushime në pranë familjeve të tyre. Lojtari nigerian Sulejman Darlandi, një kam të mirë këto vitet e fundit, i kanë mbaruar kontrata, ai do të ketë një takim këto ditë me presidentin dhe do të vendosen pikat mbi i nëse do vazhdojnë Pogradecin apo ndonjë ekip të Superligës. Redi, nga informacioni që ju keni, sa futbollistëve ju përfundon kontrata? Po besoj se gjysma po. Ju përfundon? Po më shumë se gjysma. Pra, gjysma e ekipit është e sigurt që mund në kontratë me sa di unë është Stanic, portieri, Marina Bazaj dhe Sodik Kazim. Ta të 3 lojtarë janë në kontratë me sa di unë. Pastaj të tjerët nuk jam shumë djeni. Pra do ketë ashtu si ndodhi në kategorinë e parë, do ketë një bum lojtarësh, pra një shumë lojtarë të afruar. Po shpresojmë që shumë lojtarë, po shpresojmë që këta lojtarë të jenë një nga ata babat tunde e babas tunde. Jo, nëse lihen në dorë të trajnerit. Ai e tunde mirë ai. Nëse lihen në dorë të trajnerit, besoj se dhe ai tani duhet ta shpërbrej me punën në mënyrë që të ketë konsolidim. Dhe nuk ka më justifikim. Jo, s'ka më justifikim. Sepse po ndërtoi ekipi vetë trajneri, apo jo? Jo, shumë mirë. Madje un kam dëgjuar nga sigurisht gjithmonë nga burime zyrtare sepse klubi nuk ka bërë asnjë gjë zyrtare për momentin. Shko, edhe faqja zyrtare. Ai klubi Pogradecit shumë hermetik është më. Po vazhdojnë akoma me ishte mbështyp ata. Ishte mbështyp, po ka ndonjë zë në shtypje edhe apo jo? Askaj se do jenë për titull këtë vite do zyrtare që edhe këtu momente të stërvitjes foto gjëra kështu. Shiko, sepse ne diskutuam pak, por opinioni publik ka të drejtën e lishme që të informohet, të marrë vesh se çfarë ndodh. Qoftë edhe një takim që zhvillohet apo jo. Ne kemi diskutuar, ajo është një mënyrë, domethënë, diktatoriale, unë kam thënë, një mënyrë diktatoriale, mos japësh informacion. Po lere gazetarët, sepse këta thonë gazetarët merren pastaj me çojnë fjalë këte janë dhe po të paktën jo, kështu është më keq, kështu aludon dhe merresh me më shumë me fjalë, sesa të kesh një burim sigurt dhe ti transparent gjithë, se nga transparenca nuk të gjen asgjë apo jo. Po sigurisht, po unë kam thënë edhe më përpara që tash më shumë po ndalojnë mua në rrugë njerëzit se sa po lidhur me aktualitetin kemi Milanin, një klub i madh që
përjetoj një fortunë ditën e dishme dhe sot doli me një njoftim zyrtar për sa i përket të ardhmes qoftë trajnerit, të drejtorit. Pra nuk e di pse këto klubet shqiptare kanë sikur bie tavani mbi kokë, po të dalësh me një deklarat që shkarkohet trajneri, erdhi ky lojtar. Ale të bësh pa kritika. E dëgjova Ildin me sa kështu e sa se është tifoz i Interit me kënaqësi të madhe thash. Milan. Kjo është mungesë totale e njohurisë së sportit, se s'ka mënyrë tjetër. Është mungesë totale, domethënë njerëzit që drejtojnë sportin nuk kanë njohuri fare për këtë pjesë. Natyrisht edhe kjo pjesa e informimit është pjesë, po aq, sepse kur vjen fundi, kur ekipi kërkon, pastaj do shpesh i marrin gazetarët dhe i thonë, "Ore, bëni një kështu se duam të kemi sa më shumë njerëz këtu në stadium." Më ka ndodhur edhe mua. Ose ka dhe problemet e tilla. Kur e shikojnë keq që ju bën një padrejtësi, ju drejtoj gazetarëve dëgjoj, bëni pak test sepse neve na ushtron kështu apo Ildi. Po, e vërtetë është, po shumë sepse ty të kanë ndodhur edhe kur i kanë goditur ose kur kanë patur. Po ditë e tjera të marrin ja. Ditë e tjera jo, pasi kur mundoj ti pyesësh për ndonjë gjë zyrtare për të informuar publikun se ti se do lajmin për ta marrë të shtëpia, ti e do për publikun, për tifozët që paguajnë biletat, vinë të ndjekin. Këtë koncept nuk arrin. Qoftë një intervistë të trajneri e ka detyrim profesional që t'ju përgjigjet pyetje dhe kurse këtu s'është kulturë. Ska gjë më të ndershme, e humbe një ndeshje, dil përpara gazetarëve, është fajten, s'është fajten, mendo, shikoj ku ishin gabimet, jam gabim, s'jam gabim. Janë klube europiane që hedhin miliona euro në erë dhe del trajneri pas ndeshjes. Sjaron merë përgjegjësinë ose del lojtari, del presidenti. Arbitri nuk na i dha këtë fallin. Sepse këta trajnerët tanë dalin kur fitojnë, vitin kështu shpejt rregullojnë edhe dalin kështu para kamerave. Ndërsa kur mbasi thonë le të qetësojmë ca. Humbja shumë e rëndë. Po jo, ti të profesor e rëndë. Duhet bëhet kultura ajo gjë. Duhet bëhet kulturë, prandaj po thotë. Petrika keni shumë të drejtë. Dhe kur ti unë nuk e kuptoj, se në vetë që në qoftë se do të isha zyrtare dhe të mos jep një informacion, aq më tepër kur del nga një studio, del nga një gazetar, se sërse eth në një vend ku edhe ndoshta përpunohet e thuen edhe fjalë të këqija. Po kur je në marrëdhënie me sportin e me radhë, me gazetar, duhet atë që përmendëm edhe më sipër bashkë, të ketë një që të japë informacion. Sepse do të ky fenomen, unë domethënë për herë të parë po e them publikisht. Sa eri telefonoj profesor Xhambazit dhe i them të lutem, je disponueshëm për të ardhur në studio? Më thot po. I lësh çdo lloj pune dhe më thot po. Dhe më ka thënë që e kam detyrim qytetar, e kam detyrim ndaj jush, që se ka detyrim as pak, por ai quan detyrim për të dhënë dy opinionet e veta dhe për të dalë përpara opinionit. Që në fundit as paguhet, as domethënë as ka për të dhënë detyrim ndaj sportdarëve ose diçka tjetër, por profesori thotë që për Pogradecin nuk kujtohet njëri tjetër përveç meje. Po që edhe ti Redi edhe sot do të bëj një kritik me le pa dalë sot. Shumë vonë më ftove burritin. Do luante Murlan me shkam dal akoma. Po ka natë, bukur është Pogradec tani. Për përket asaj që thotë Ildi, po Ildi e di më mirë se unë. Redi ti thua kështu, po kur del pasaj në linjë pritikësh. Tani, pyetja ime. Më tresh muhabeti. Po sporti është i bukur. Është i bukur. Edhe në rubrikën e kemi jashtë atyre klisheve, e kemi kështu të hapur, e kemi të komunikueshme. Po kjo e bën akoma më të bukur. Për sa i përket asaj që tha Ildi. Ildi e di shumë mirë se ka punuar edhe një nga gazetat më të mëdha. Kemi punuar bashkë tek Panorama Sport. Për sa i përket informimit zyrtar, unë kam një libër këtu, edhe është David Randall, gazetari universal. E kam lexuar 2-3 herë. Por pika kryesore që më pëlqen është ajo ku thotë mos prisni asnjëherë burime të merrni nga burimi zyrtar. Burimin ta merrni nga klubi ose nga institucioni. Gjithmonë kërkoni burime të nëndeshme. Redi, të lutem atë libër do ma sjellësh se do t'ja jap Brendonit. Po ta bëj një kopje mo tash puna. Bëjmë se do t'ja jap Brendonit, edhe pse ka studiuar në Francë, nuk e di këtë pjesë. Brendoni është tani, po sigurisht nëse se di. Unë të bëj diferencën çfarë është koncepti. Po thuaj pak Redi, çfarë po ndodh tek voleybolli? Voleybolli siç e tham më parë janë ato 5 largimet. Po mua nuk duket situata e mirë. Zyrtare nuk është bërë akoma kjo pjesa e Kalludrës, sepse me shumë mundësi ajo mund të rikthehet në Kosovë dhe të luajë atje. Po.
Ndërsa për sa i përket afrimeve ndoshta është shpejt, por kam dëgjuar se janë piketuar lojtarët për sezonin. Tek volejbollin e kemi thënë që pikë së pari duhet të jenë ato lojtarë shqiptare që të bëjnë diferencë, pastaj tuaj të shumë e lehtë për t'i gjetur. Po sigurisht. Atëre, kaloj pak konkretisht. Më the Kallundrën, por edhe Gjata nuk ka firmosur, por edhe Mehmeti... Akoma, jo, nuk ka firma për sezonin e ri, përveç një pogradicare 18 vjeçare, Natalia Mato, edhe Adela Prenjasi, që lojtare kanë qenë nuk kanë lojtur. Pjesën më madhe sezonit, janë edhe në kontratë edhe për këtë vit. Edhe kodra për sezonin e ri ka 5 largime, ato largimet të Johnson, të Stanford, Bajraktarit, ishin largime me 5, por që për fat keqësisht volejbolli shqiptar kështu funksionon me kontrata sezonale, ato vajzat shohin mundësinë për të hedhur në një kampionat tjetër për të fituar diçka më shumë. Prandaj them se duhet i mësohet akademisë, por këta akoma s'marrin vesh. Akademinë e lën aty, i marrin lekët atyre prindërve për një 7-8 vjetë, kur vjen puna lojtarja volejbollisti apo basketbollisti, vetë mosha 18 vjeç dhe ikin shkollë Tiranë, thjesht lojtë volejboll lojtë basketboll lojta. Kështu që është kutret çameti akademia, jo vetëm në Pogradec, po kudo. Falenderoj Redi, falenderoj shumë për kohën që na kushtove dhe ne do të jemi përsëri së bashku në lidhjet e tjera për të diskutuar më gjithë të mirat, natën e mirë. Natën e mirë, faleminderit Redi Dodollaku, ndërkohë që regjia më njofton në këto momente që kam në studio numër 2, jo, po, do të kaloj më pak pikërisht në këto momente për të diskutuar, të lutem regjia më bëj lidhjen me Gjergj Vyshkën për të diskutuar pak se çfarë ndodh në kampionatet europiane, sepse jemi drejt fundit. Ildi e tha pak, Milani është ai që ekipi që edhe iku nga kompeticionet europiane. Që ka tronditur mbar opinionin sportiv, pasi kurse si nuk imagjinoj që në një ndeshje ndaj një rivali pa objektiv, Milan të ishte të gjithë sezonin e erë duke shkaktuar një dëm të jashtëzakonshëm qoftë për të ardhmen, por edhe nga ana financiare, pasi edhe së fundmi kemi shkarkimin e trajnerit Allegri, drejtorit Iglitare dhe pas vetë në Itali nuk e besojnë të që ndodhi. Edhe Tarem. Edhe Moncada dhe Furlani, dy drejtues. Po Ibrangeli. Ibrangeli do ketë plot fuqi për sezonin tjetër, po për te Milanit kjo si ka ndodhur vetëm Milanit. Kemi Dortmundin para 3 vite që humbi me Mainzin pas një lloj objektivi, humbi Bundesligën javën e fundit, edhe klubet tjera në kampionate të tjera në Britani. Në Shqipëri na duket absurde, duke qenë se jemi mësuar skuadra pa objektiv si Prishtina si duket Gjergj Vyshkës. Ty të duk absurde, por le të shikojmë Gjergj Vyshkës si do t'i duken gjërat. Vyshkë, mirëmbrëma. Mirëmbrëma dhe të thuarve, nuk ka ndonjë lloj surprize ky vendimi i kësaj pasdite të Jeffrey Cardinalis për shkarkimin e gjithë drejtuesve të Milanit, sepse kanë quajtur dështim të plot sezonin që Milani nuk shkoi në Champions League apo që nuk arriti të shkojë tek titulli i kampionit duke qenë për disa javë pas hindej në diferencë të vogël timesh. Kështu që rifillon revolucioni për Milanin, ende nuk ka emra të ri për trajnerin apo për drejtuesit sportiv, teknik dhe administratorit. Ishte e pritshme sepse Europa League nuk ngushëllon as Milanin as Juve në sezonin e ri. Po, Vyshka, atëherë ndërkohë kalojmë tek kampionatet e tjera. I kemi mbylljet përfundimtare, ka ndonjë surprizë apo të gjitha ishin ato që kemi parë gjatë gjithë vitit? Surprizat të mëdha vijnë nga La Liga, sepse urrëzuan në sekunda divizion pikërisht Mallorca e Vedat Muriqit, por edhe Girona. Kjo e fundit dhe vitit dhe para 2 sezonësh ka qenë pjesëmarrëse në Champions League. Mirë po llogarit apo ndeshjet e dobta që bën, sidomos Mallorca, shënon të Muriqi për skuadra humbise, bën këtë hap negativ që ranë në sekonda divizion dhe rikthehet pas 8 vitesh në La Liga Deportivo La Coruna. Barcelona që fitoi titullin kampion, ndërkohë që Villarreali mban vendin e tretë duke fituar 5-1 me Atletico Madridin, por përshëndetet me trajnerin Marcelino, aq më tepër që u largua nga skuadra Villarreal Dani Parejo dhe Pedraza, që i dhan fund karrierës së tyre me skuadrën e verdh. Sikurse
është larguar dhe Ernesto Valverde te Atletico Bilbao dhe do të zëvendësohet nga Edin Terzic, emri i ri dhe i pari trajneri të ri të sezonit 2026-2027 në La Liga. Pritet vijë trajneri i Real Betis sepse ka përfunduar dhe kontrata e Pellegrinit, kështu që do të kemi skuadra me trajner të ri, por ndoshta dhe me mercato presimende që të konfirmohet Mourinho në krye të Real Madrid. Ndonse burime jo zyrtare thonë që kanë filluar fërkimet që tani me Mbappé. Po, diçka tjetër kemi Vishk? Interesante? Interesante është fakti që në Angli, në Europa League do të përfaqësohen nga Bournemouthi dhe Sunderlandi dhe Brentford që do të marrë pjesë në Conference League, ndërkohë që mbetet jashtë Europës Chelsea shpëton sezonin Tottenhamin dhe bie në Championship West Hami që shoqëron Burnley dhe Wolverhampton. Vishk, të falenderoj shumë për informacionin që më dhe. Dhe të uroj punë të mbarë se e shikoj që jenë në punë, jenë në televizion në këto momente. Si turi dyti së hërës. Po, ndërkohë, ne do të kalojmë tek studio numër 2 nga njëra lidhje në tjetrën, nuk them nga njëra ndeshje në tjetrën, por pak a shumë është si emisioni nga njëra ndeshje në tjetrën, dhe unë do të kaloj tek studio numër 2 në këto momente. Qarë pamje, profesor? Një pamje mrekullueshme. Janë vajzat e shkollës Sot Irgura me profesor Emil Papën, edhe pse ju kam larkë të dalloj, Emil, të dalloj. Por duke se vajzat që ka gjata mos aty kështu, do bëjtë sajnë. Edhe ti, disi më duke është një lojë, thash dojë në nëzajnë si klasit të nëntë edhe kë. Emil, jo më kotë të kam thirë sot në studio. Pasi naturisht prej vitesh, ekipi që ju drejtoni është kampion kombëtar. Tani me Sadi, ini në ndeshjen finale. Kjo e si punë rezultat i stërvitit që kemi zhvilluar dhe i asaj tradite që kemi patur me vite për të arritur në këto rezultate. Është e vështirë një qik me punë që kemi perë dhe kushtet e stërvitit nuk kanë qenë dhe shumë të mira sepse si shdihet shkolla Sot Irgura është në konstruksion. Do keni palestrën e re. Dhe kemi palestrën e re dhe do në jep qik rezultate më shumë. Me gjithat e vajzat në të përkushtuara shumë ka shi kësaj pune që është bërë dhe arritëm të këto rezultate. Presim që këti javë që ajo ndeshja finale të fitojmë e Tiranë dhe të arrim përsërit një rezultat si që ishin vjetë pozitiv që ishin vëtë pare. I sa të vit Mili që dili kampion? Kemi 4 vjetë, 2 vjetë kemi qenë, kjo është viti 4, 2 vjetë kemi qenë vend të dytë, vjetë ishin vëtë pare, si vjetë pretendojmë të jemi prapë vend të pare, po si vjetë në kanë bërë një strukturë të re, është bërë 2 herë sepse veç shkollave që janë shkollat Po, ekipet e shkolla. Anë është e kryuar dhe ekipi elit. Janë për 2 ekipe, është një ekip që është ekipi shkolla që në Raj Qarko që bëhet Milonë dhe është ekipi elit i qytetit Korçës. Ne nda të parën zëmët të dytër, që janë me ekipe elit dhe mi të zëmët të parën në rangë republike. Shiko, pak për koincidencë, por është mëse e drejtë dhe e vërtetë, para jush në studio ishin kampionet e Raqi Qevenxhiut në basketbol femra, vje Sot Irgura kampione, po e thema me plot goj kampione në basketbol për femra, por nuk kemi ekip basketboli më. Dëgjo, ato vajzat që ishin të Raqirin Gjiut, që dollën ishin komplet vajzat kanë qenë me 2 vjetë kampione, e di. Ishin vajzat e shkollës Sot Irgura dhe vazhdo tradit dhe më bëhet shumë qefi, uroj dhe trajneret e shkollës Raqirin Gji, edhe vetë mësuset që kanë bërë punë shumë të mirë që vazhdojnë traditën. Mirë po këtë problemin e ekipeve unë e kam ngritur dhe vjetë. Mirë po të lesh të vazhdojsh këtë punë, kështu si qeshte, unë them prapë se prapë nuk do ketë rezultat, për arsye se këto vajza rriten, mbarojnë në shkollën dhe largohen. Këto gjëra duhet të shikoni më vonë, unë kam biseduar pak me shefin e klubit. Para disa kohësh dhe ajo më tha tashi për tashi nuk kemi mundësi, tha sepse pallate në konstruksion, tha dhe nuk kemi mundësi të servitje, tha. Kjo që mua më vjeni që ka shumë sepse i ikim brezat. Edhe unë të shironja me qënë sashtu për thirje në qikëture trajnerëve të ekipeve të tjera të shkollave që të bëjnë punë më të mirë. Më kupton? Po, Mili, dëgjoj një opinion të profesorit Dimitar Xhambazi. Profesor, të më përshtypje ky fakt, pra që unë thash? Patjetër, na bën përshtypje dhe ndjehemi edhe të kënaqur, domethënë kur shikojmë vajza, jo vetëm juve, po dhe grupi më parë, domethënë që loja e basketbollit, ashtu sikur se ka qenë tradit me Lida Shehur, me Zamira Kolecin e tjera e me radhë, të ecë dhe të ndjekë rrugën e tyre
për të pasur një ekipi i Skënderbeut për të ballafaquar në kampionatin kombëtar. Profesor, ne kemi Lalajn dhe Pullumbin, dy lojtarët e ekipit kombëtar, dy korçare, që po të bësh thirrje, apo jo Milin, mos gaboj, vinë tek ekip dhe ngrenë ekipin e Skënderbeut. Të kesh Lalajn, të kesh edhe Pullumbin, domethënë është luks, domethënë ti kesh që të afrohen. Kështu që kemi një bazë dhe më vjen mirë që është kjo bazë dhe falenderoj Milin që punon jashtëzakonisht së bashku me gjithë ata mësuesët e tjerë që punojnë. Kemi një bazë, por nuk parim dot tani më të krijojmë atë që ne duam. Të paktën të përfaqësohemi me Skënderbeun në U16-ave, U18-ave dhe të rritemi gradualisht apo jo Mili. Këtë desha Romi, këtë desha të thesha domethënë që duke pasur moshat, ne mjafton të bëjmë aktivitet me këto mosha. Mosha 15, 16, 17 vjeç sa janë vajzat, domethënë që të aktiviteti mos ndërpritet. Pastaj nga viti në vit gjithmonë kalojmë dhe do të bëhet një ekip që do të përfaqësojnë ekipin e Skënderbeut Korçës. Mili, do të lutem pak të gjitha vajzat të më prezantohen për t'i respektuar. Përshëndetje, unë jam Eira Shuli, jam nxënëse e shkollës mësojnëtorja dhe jam krenare që mbajmë emrin kampione për shkollën Sotir Gura dhe për qarkun e Korçës. Kemi 4 vite që merremi dhe luftojmë fort për këtë sport. Dhe sigurisht me ndihmën e profesorit tonë Emil Papa ja kemi arritur të jemi këtu ku jemi. Pas kam bërë një blerje nga mësojnëtorja. Po, vazhdo, po është ekipi Renal, domethënë që merr. Po, vazhdo me vajzat e tjera shpejt, lutem një prezantim gjitha. Unë jam Marina Panariti dhe jam nga shkolla Sotir Gura. Po, kalojmë te vajza tjetër. Unë jam Kesi Saraçi dhe jam nga shkolla mësojnëtorja e Pash Shqipe. Unë jam Marina Ara dhe jam nga shkolla Sotir Gura. Edhe jam nxënëse Sotir Gurës. Po. Po, vazhdojmë, mos keni as pak. Unë jam Nikola Panariti dhe jam nga shkolla e Sotir Gurës. Po. Unë jam Sindi Goçllari dhe jam nga shkolla e Sotir Gurës. Mili, dua diçka, te këto vajza, çfarë dallon? Ti je një specialist natyrisht i jashtëzakonshëm i basketbollit. Çfarë dallon te këto vajza? Këto vajza janë sepse kanë shumë qejf dhe shumë pasion stërvitjen. Po. Megjithëse thash kemi këto një vite e ca po e bëjmë në kushtet e vështira sepse shkolla është konstitucion dhe neve një pjesë njërë nga kjo mësojnëtorja, njërë nga thavri themeli. Dhe po të kishin kushte më të mira, ishin shumë më mirë se rezultatet që të kishim sot. Mili, nga njohuritë që ti ke, sepse natyrisht unë e di që e njeh të gjithë ambientin. Kemi vajza të talentuara në basketbol që shumë të talentuara. Unë për shembull veç këtyre vajzave që kanë këtu. Po. Që mund të dhe Nikol Panaritin, Eran e këto vajzat e tjera, mund të them që edhe vajzat që kisha vjet siç e Ajla Meço që e kishte para kësaj. Ishte Inesi. Po. Shumë vajzë mirë dhe shumë. Bile këtu sot s'janë që të gjitha. Kemi 2 vajza tjera që nuk kanë ardhur sot sepse kishin problemet e tyre. Janë shumë të talentuara. Dhe them që po të fillohesh ekipi që në embrionu që të thashëm vjet që mos lihet shumë pas dore, sepse mosha e këtyre bën të sajnë, mbaron vite 2 gjimnaz, vite 3 largohen dhe ekipi mbetet pastaj. Më kupton këtu e kam. Dhe juve u ngele që vazhdo punoni ju, vazhdo puno. Unë kam punuar me vite, më them që edhe Ornela Lalajt ishte pjesë e imja. Po, unë them Marina Pullumbin, Stella Shallon, i kisha që të gjitha, kisha vajzat e mia, Elin edhe Sofikan, i kisha vajzat e mia që ishin talent, plus me vajzat e tjera. Mirë po unë të thash shkakun, që kur u shkrije këpi basketbollit të femrave, që për mua ishte gabimi më i madh që ka bërë klubi, sepse është shumë e vështirë të shkrish një ekip e ta ngresh nga fillimi. Jo, e lehtë është ta shkrish me një fjalë goje, po. Lehtë është ta shkrish, po ta ngresh. Po ta ngresh pastaj është shumë e vështirë. Edhe kur u larguan lojtarë si Lida Sheu, Aida Nakolli, Gerta Ropi, Alma Gegolli, sepse kur e shkrivi ekipin, ajo largohej për njerëz dhe kur kam bërë atë ekipin unë që mora, i kam thënë shefes klubit drejtores, i kam thënë që duhet një bazë, mund të kesh lojtare të reja që ti mund t'i mbash, po bazën kje dhe këtë eksperiencë e shikon një nga ekipi Tiranë, që ishte Edra Libegaj, të mund të Edra Libegaj me 2 lojtare të vite në mundte sepse ne s'kishim lojtare me eksperiencë. Lojtare me përvojë. Më kupton? Këtu është tash edhe baza do mund të krijosh me këto vajza, po është puna që sa ta vazhdosh. Dhe bëthirje prapë them dhe trajnerët, se shkolla Sotir Gura që jemi ne, ka dhe shkolla të tjera. Se Noveçi Largj është kjo shkolla e re që është si e ka. Ka dhe shumë shkolla të mesme që kanë nxënëse shumë të mira, sportiste të talentuara. Këtë po them, domethënë që këto po të mblidhen, të krijojnë ekipe. Këtu e kam atë të tërë. Mili, unë të falenderoj që ishe pjesë e emisionit.
natyrisht uroj suksese dhe besoj se javën e ardhshme do më vish me kupë, me të gjitha vajzat, me titull kampion dhe le ta festojmë edhe ne këtu në studion sport të RTS Korçës. Faleminderit Emil Papa, faleminderit vajza. Edhe unë nga ime ju falenderoj juve për këtë punë që keni bërë. Gjithashtu do të them një diçka tjetër. Dua të falenderoj Komitetin Olimpik. Patjetër. Për punën që kanë bërë. Dhe për mua kjo aktivitet që është zhvilluar, jo vetëm në basketbol dhe lojrat e tjera me dorë, është një aktivitet shumë i madh dhe shumë i mirë. Ju uroj sukses te Komiteti Olimpik. Po, faleminderit vetë kryetarit i Delylli për të punë që ka bërë. Faleminderit, të falenderoj pa mas, vajza, sukses e gjithave. Pra, kishim ekipin e shkollës 9 vjeçare së Tyrgura. Dhe po kalojmë nga vajzat me njërë tek veteranët, profesor. Nuk e di se si duket kjo fjala veteranët. Ditën e djeshme në stadiumin Skënderbeu është zhvilluar një triangolare, ndërmjet Skënderbeut, Kosturit dhe ekipit Teodos. Ildi? Po, ishte një aktivitet... Regjia të lutem pak pamit, po, Ildi bëndu vazhdosh. Një aktivitet i jashtëzakonshëm që i jep vlera dhe i jep ato meritat që meritojnë të gjithë ata ish futbolist për kontributin edhe në pavarësisht se fitues u shpallë e ekipit e Utës, duhet thënë se kishte lojtar në një moshë relativisht më të re dhe ishin nga ata lojtar që e kishin lënë futbollin në këtë 10 vjeçarin e fundit, por që qëllimi u arrit, pasi në fund të fundit janë aktivitete që kanë një mesazh. Profesor, po të shikonje, kishin ato ide aq të bukura, por nuk e di një moment. Si vendot. Po ishte e mrekullueshme. Shiko çfarë pamje, shiko çfarë mënyrë ekzekutivi, shiko çfarë fantazie në lojë. Shiko. Domethënë një teknikë e admirueshme, profesor. Vertikalizim perfekt ai. Shiko. Profesor, po ta le ty fjalën. Profesori ti luhet për vete? Jo. Ndjehem pak në vështirësi sepse unë nuk kam qenë. Po s'ka rëndësi. Profesor, sa e bukur do të ishte të shikonje të rikthejnje. Rikthejnje një profesor të luaje për pak minuta. Sigur 5 minuta të ishte shiko. Po të bënda të goditjen e dënimit. Mora shumë letë që isha vitin e kaluar edhe me ekipin me ekipin grek. Do me dhe kemi qenë edhe në tribunë edhe me këta futbolistët e vjetër. E si vjetë e mora si letë, kështu e thash unë. Gjo, profesor, do ishe pa gjendis, nuk do ishe stërvitër. Do ishe virë me stërvitër. Po, breton. Te epi një goditje profesorit njërje të zonës dhe shikoj e ti pasaj stërvitjen e profesorit, se mund të mos ketë për të bërë sprintin, po goditjen e bëndë. Po si do, po. Jo, me bë pak stërvitër e arri, profesorit. Po, breton, qëfar mesazhesh? 75 vjetë. E luan profesor, prapë edhe të... Po jo, duat them edhe për këta, prandaj edhe ekipi i Durrësit ka ardhur me lojtarë më të rinj. Duhet ketë një moshë, deri në 50 vjet, nga 35 deri në 50, sepse mund të luash edhe 60 edhe 65 vjet. Po nga njerë ndodhin probleme të tjera që të... Është minuta të reduktuar, është më shumë simbolika. Unë them simbolika një 5 minutës, do të shikojnë Xhambazit, i bëjë një foto tani atje, do të ishte aq thjeshtë, një 2-3 minutë, ne nuk po themi të mbajë 90 minuta lojë, do të thotë për të luajtur. Shiko çfarë gola, Ildi? Po? Po, besoj se janë aktivitete të cilat kërkojnë edhe një organizim akoma më të madh, pasi shikojmë në klubet europiane kur ka kështu ndeshje mbushen stadiumet plot. Edhe realisht të vjen keq kur shikon një stadium të boshatisur, pasi është një vlerë e jashtëzakonshme të shikosh ata idhujt e fëmirisë të brezave të ndryshëm që zbresin në fund. Aty luan Totti, Gerrard, Pirlo dhe ne të dy do vinim në stadium me rrap atje. Dhe këta emra që zbritën në fush, kanë të njëjtën Kaçi. Jo, Xhambazi po, këta të tjerët pastaj. Po nuk e njëjtë atë. Për sepse të gjithë. Xhambazi po. Secili ka vënë nga një klub, Jani Kaçi, Bledi Shkembi, Pali Dhembi, ku diun, domethënë vinë qoftë edhe për të bërë një foto, për të kaluar një ditë, për të veshur një fanele, se do ketë rivalitet kush do fitoj. Çdo lloj ditësh klubet e mëdha organizojnë në mënyrë familjare, pra vën bileta popullore në ato nivele me 5 euro ose simbolike, që edhe ato të ardhura shkojnë për bamirësi, po edhe familjet, sidomos edhe ato që s'kan mundësi të paguajnë ato 100 eurot apo sa mund të vënë biletat e shtrenjta në stadiumet në klubet e mëdha europiane, të kenë mundësi dhe të njohin stadiumin, të shohin muzeun e klubit, po të shohin edhe këto legjendat që prindrit apo gjyshët e tyre i kanë parë në fushë dhe të inspirohen. Kështu që në këtë rast falas po kërkonin biletë, po gjatë kishin vizionin tem kështu ku do kishim arritur. Po lere me kaq. Breton, faleminderit. Faleminderit. Profesor, faleminderit. Tu ke disi u ndjeve. Faleminderit. U ndjeve mirë.
Shumë mirë. Shumë mirë. Shumë mirë. Të falenderoj pa mas. Ildi, falenderit. Fetërke falenderit. Falenderimi veçantë për kameramanët dhe teknikët që punuan me mua në studio e në mënyrë të veçantë për të gjithë ju miq që ndatë kohën me ne. Nga unë, Romeo Zenzifi, ju uroj të gjithëve një natë mirë.